Në shkollën profesionale teknike në Korçë, maturantët kanë festuar për mbylljen e vitit shkollor me një aktivitet të veçantë ku u vlerësua puna dhe përgatitja e tyre gjatë viteve të studimit. Ajo që ka më shumë rëndësi është se një pjesë e konsiderueshme e nxënësve janë tashmë të punësuar ose të vetpunësuar, duke dëshmuar konkretisht suksesin e modelit të arsimit profesional. Ne besojmë se kemi përgatitur një brez të mirë, sepse sa po vjen, brezat po e kuptojnë që arsimi profesional është arsimi i dur të cilin ata duhet të ndjekin. Kemi përgatitur një brez i cili besoj se e ka kuptuar që të përgatitesh nga ana profesionale do të thotë jesh i aftë për të ndërtuar të ardhmen tënde, punën tënde dhe për të ndërtuar diçka të sigurt me këmbë në tokë. Arsimi profesional është zgjedhja e kohës, është siguri, është punësim, është mirëqenie. Pa frikë mund të them se rreth 70% e nxënësve të shkollës tonë janë të punësuar. Janë të punësuar në bizneset që ata bëjnë në praktikat e tyre dhe bizneset kanë dhënë mendime shumë të mira dhe i kanë premtuar që të punësojnë. Një pjesë e mirë e nxënësve tanë do të jenë punësuar me njerë pas saj dite kaq të bukur, kaq emocionuese, kaq të veçantë që ne përjetojmë me shumë emocion. Vetë nxënësit ndanë përvojat e tyre pozitive duke vënë në dukje se formimi profesional që kanë marrë në shkollë i kanë ndihmuar të hyjnë me besim dhe aftësi në tregun e punës. Kam 2 muaj që jam punësuar për drejtimin TIK, në profili me shëritet të dhënash, shkolla më ka vlerësuar shumë në të gjitha aspektet dhe jam shumë i lumtur nga kjo shkollë, ka marrë shumë avantazhe të mira. Unë kam mbaruar elektroteknikën dhe kam 2 muaj punësuar në këtë degë dhe ju bëj thirrje të rinjve që të aplikojnë në këtë shkollë dhe do ngelen shumë të kënaqur. Arsimi profesional po dëshmon çdo ditë se është çelësi për një të ardhme të qëndrueshme, duke i pajisur të rinjt me aftësi konkrete dhe mundësi reale punësimi.